Do të flasim për integrimin në këtë pjesë të dytë më së në informacion. Bëhet sot në Bruksel konferenca e 9 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Shqipëria mbyll sot 3 kapitujt e parë që lidhen me kërkimin shkencor, arsimin dhe politikën e jashtme, por si qëndron e vërteta e suksesit të Shqipërisë në integrimin Bashkimin Evropian, kjo vjen si një merit e qeverisë, e cila ka plotësuar kushtet, apo Bashkimi Evropian ndodhet në një moment të tillë që ka nevojë që të zgjerohet për shkak edhe të situatave gjeopolitike. Këto do t'i diskutojmë në studio me panelin ton. Na bashkohet përmes internetit Arsida Gjuli, eksperte ndërkombëtare. Faleminderit që jemi ne, Arsida. Faleminderit ju, kënaqësi. Bashkohet Irisa Çupa, ekspert e integrimi, faleminderit që je këtu. Dhe Anton Dimni, po ashtu ekspert e integrimi, faleminderit Anton që je këtu. Po e nis me ty, Irisa, sot është konferenca e 9, sikur se tham, çfarë përfaqëson ky hap për qytetarët shqiptar? Atëherë, duke nisur që nga konferenca e fundit ndërqeveritare, cila ishte ajo e muajit maj, pa diskutim që hapja e benchmarks, domethënë dhënia e dritës jeshile nëpërmjet benchmarks ishte një hap i rëndësishëm dhe një dritë po ashtu jeshile për vazhdimin e negociatave dhe për hapjen e të gjitha kapitujve. Kështu që në fakt këto 3 kapituj nuk është se janë, po themi, diçka e re apo diçka që nuk ishte e pritshme, pasi momentin që benchmarks janë të mbyllura, në këtë moment ishte drita jeshile për pjesën e kapitujve të hapur. Besoj se kjo për qytetarët shqiptarët është pa diskutim një lajm shumë pozitiv, por duhet patur parasysh fakti që patjetër është një lajm pozitiv, por nga ana tjetër Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian është në monitorim edhe të atyre kapitujve që sot do të hapen. Pra nuk është diçka që është mbyllur, por është hapja provizore e kapitujve. Dhe po themi Shqipëria është pa diskutim ka ecur me ritme shumë të mira, që do thot është në një moment ku është dinamike pjesa e integrimit dhe pjesa e procedurave, është edhe cilësore, po themi, por nga ana tjetër duhet patur parasysh që kjo nuk ka përfunduar dhe janë edhe 30 kapituj të tjerë për të hapur. Arsida, është një sukses politik apo një progres kryesisht teknik, po themi? Po, atëherë, po flasim për një proces goxha dinamik në termat e gjeopolitikës, për faktin që Bashkimi Evropian si entitet sui generis nuk e ka patur këtë qasje ndaj vendeve për antarësimin. Po flasim që përpara rreth 5 vitesh ka qenë një skepticizëm shumë i madh për procesin e zgjerimit, duke u referuar edhe vendeve të cilat janë konsideruar ato dinozaurët më të rëndësishëm ekonomik po edhe politik të Bashkimit Evropian, që është Franca, Gjermania dhe Holanda. Dhe tani më patjetër që politika dhe gjeopolitika në vetvete ka bërë punën e vet për t'i dhënë dritën jeshile vendeve, për të futur në këtë proces që është një fat i madh për vendet e Ballkanit Perëndimor, për të qenë pjesë e një procesi të integrimit evropian të përshpejtuar tani më. Por duhet thënë që patjetër përveç procesit dhe procedurave të cilat lidhen në mënyrë direkte të përshpejtimit të procesit të integrimit, nga ana tjetër vendet kanë detyrimet e tyre të cilat duhet i plotësojnë në mënyrë të panegociueshme, që do të thotë hapja e kapitujve, mbyllja e kapitujve dhe pastaj procesi i negociimit që në fund të ditës është edhe një votim unanim i 27 vendeve anëtare, të cilët duhet të bien në një mendje që vendi përkatës, pavarësisht se ka mbyllur procedurën e parafrimit të legjislacionit edhe procesit të negociuar të gjithë kapitujve, është gati për të qenë politikisht pjesë e një unioni që në vetvete, çdo vend që bëhet pjesë e Unionit Evropian ka mbi vete dhe përfitime ekonomike, por nga ana tjetër dhe kosto ekonomike për të tërë, për atë që është konsideruar edhe parimi i subsidiaritetit, quhet në termat e shkencave politike, duke qenë se unë jam edhe kam studiuar, por nuk dua të bëj shumë teknikë këtu. Ajo që po ndodh sot me Shqipërinë është me këtë konferencë pra të 9 ndërqeveritare, mbas konferencës së 8 ndërqeveritare që ishte hapja i barit, ose ndryshe e mbylljes së kapitujve të negocimit, ky është një hap shumë pozitiv për Shqipërinë, sepse do të thotë që sot është një moment historik të procesit të negocimit, ku 3 kapituj do të mbyllen në mënyrë provizore, nuk janë të mbyllur në mënyrë definitive. Mbyllja definitive e kapitujve bëhet kur mbyllet po kapitulli i fundit. Po patjetër ne kemi rrugë shumë të madhe përpara, kemi edhe 30 kapitull për të mbyllur, kemi kapitujt e atyre që konsiderohen benchmarkët më të rëndësishëm ose ndryshe kapitujt më të rëndësishëm që janë themelorët, që ne e dim tani më 22 dhe 23 që flasin për shtetin e së drejtës dhe luftën ndaj korrupsionit.
Por në këtë moment, pra, për Shqipërinë, pavarësisht se ky në thelb është një moment politik, për Shqipërinë dhe referuar dhe vendeve të tjera që konsiderohen tani më që është Malizi, që është pak një hap më përpara me procedurën se sa Shqipëria, por dhe Moldavia dhe Ukraina, Shqipëria është futur në skopusin e atyre vendeve që janë kandidate potenciale që kanë marrë dritën jeshile nga vendet e rëndësishme të BE-s për të qenë pjesë e këtij procesi dhe për të çuar përpara procesin. Kështu që nuk jemi te diskutimi a kemi të bëjmë me një procedurë institucionale apo kemi të bëjmë me një procedurë politike, por neve duhet të shikojmë faktet dhe faktet janë që Shqipëria është futur në një moment shumë të rëndësishëm historik dhe ajo që duhet vullneti tani për ta çuar përpara dhe për të shtyrë gjërat që deri në 2027 në plani që ka BE-ja apo dhe vendet anëtare, aspiratat e vendeve anëtare, ne të arrim të mbyllim negocimin e kapitujve deri në 2027. E qartë. Anton, kapitujt e mbyllur lidhen me kërkimin shkencor, arsimin, kulturën, rinin dhe politikën e jashtme. Do të thotë se mbyllja e këtyre, pra do të thotë kjo se mbyllja e këtyre se tregon që Shqipëria ka arritur standardet evropiane në këto fusha, apo vetëm sa ka përmbushur kriteret bazike të integrimit? S'pari duhet diskutojmë çfarë do të thonë standarde evropiane, se ka 27 Evropa. Pra Evropa është edhe Norvegjia, po Evropa është edhe Malta. Por Evropa është edhe Bullgaria. Dhe standardet variojnë nga shteti në shtet. Megjithatë, është e qartë që mbyllja e këtyre kapitulleve nuk kupton arritjen e niveleve bazike. Hyrja në Bashkimin Evropian, kurdo që mund të jetë, nuk kupton arritjen e çdo standardi të mundshëm të çdo shteti ose shteti më të mirë në Bashkimin Evropian. Por është vetëm vazhdimi i një procesi i cili do të ndiqet më tutje sa i përket zhvillimit më tej të kritereve edhe standardeve. Historia e Bashkimit Evropian tregon që kanë hyrë në BE, flasim vitet 80-90, po edhe me 2 të fundit, përveç Kroacisë, nofta dhe Kroacia, ku shtetet janë bërë pjesë e Bashkimit Evropian edhe pa arritur standardet e Bashkimit Evropian. Këtë rast ka bërë Bullgaria dhe Romania. Po dhe Kroacia. Po dhe Greqia në vitet 80. Do më thënë, nëse ne krahasojmë aftësinë e Greqisë në vitet 80 për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian me aftësinë e Malizisë, Shqipërisë, Maqedonisë, po dhe Serbisë, sot për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, ju garantoj që vendet e Ballkanit janë më të afta, më të gatshme për të bërë pjesë e BE-s, se sa ka qenë Greqia në vitet 80. E qartë, e kuptoj. Është, siç e thatë, është edhe çështje teknike, teknikalitetesh, por patjetër është dhe çështje politike, çështje gjeostrategjie. Që ndjek Bashkimi Evropian me këto shtete? Patjetër. Me shtetet e Ballkanit Perëndimor, procesi ishte totalisht i vdekur deri para 5 vitesh. Duhet falenderojmë zotin Putin që vendosi sulmonte dhe BE-ja u zgjua dhe u kujtua që te kjo harta këtu që quhet Bashkimi e Ballkanit Perëndimor, o do hyjmë, o do ta vazhdojmë këtë proces, ose do hyj Rusia fort. Nëse shikon sa i përket kritereve, nuk është që Malizi, i cili realisht është përpara në proces me Shqipërinë, dhe Shqipëria janë më mirë në plotësimin e kritereve se sa Maqedonia apo se sa Serbia. Por këto 2 shtete, Shqipëria dhe Malizi, fatmirësisht, janë të dyja pjesë e NATO-s, dhe janë të dyja që mbyllin mirë gjithë basenin e Adriatikut. Jam dakord me këtë që thua Anton, po nga ana tjetër, mendon që Bashkimi Evropian e merr parasysh, po themi, në thonjza atë faturën financiare pak më të kripur që duhet paguaj për Shqipërinë në rastin konkret, edhe për Malin e Zi që ta përshpejtoj procesin e antarësimit edhe kur këto reforma nuk kryhen me standarde pak mbi baziken? E ka bërë. E ka bërë këto llogari. E ka bërë me Bullgarinë, e ka bërë me Rumaninë, po dhe me Kroacinë. Nëse shikon, po them vetëm një, ndoshta nuk është elementi më ilustrues, janë rreth 700 milion euro, për cilat ka patur procedime penale në Bullgari, fondet Bashkimit Evropian, cilët janë shpërdoruar. Në momenti që Bullgaria ka hyrë në Bashkimin Evropian. Po ka patur edhe në Greqi së fundi diskutime në lidhje me fondet e IPARD-it të keq përdorura, që prej vitesh është pjesë e Bashkimit Evropian. Fakti që bëhesh pjesë e kësaj strukture, nuk kupton që ti ka arritur standardin Europian, whatever it means, se mund të jetë ka standard Çipriot, po ka standard suedez.
Është proces. Është një proces. Irisa, në fushën e kërkimit shkencor, universitetet shqiptare janë përballur prej vitesh me kritika për financim të ulët, mungesë infrastrukture, shpeshherë dhe largim të studentëve. Si shpjegohet që ky kapitull konsiderohet, po themi, i përmbyllur? Atëherë, thjesht për ta vënë theksin, siç e thash edhe pak më përpara, këto kapitull janë në mbyllje provizore, që do të thotë që Bashkimi Evropian është gjatë gjithë kohës në tracing të vazhdimësisë së kapaciteteve institucionale të këtyre kapitujve. Nëse shikojnë që nuk shkon siç duhet, mund t'i rikthehen, mund të ndodhë? Është gjithashtu pjesë e metodologjisë re të 2020-s, ku është i vlefshëm edhe parimi i kthyeshmërisë. Gjë që në fakt ka ndodhur shumë rrallë ose nuk ka ndodhur fare, dera se nuk gaboj, por për këtë arsye nuk mund të thuhet që asnjëri nga kapitujt është një sukses i plot deri në momentin ku do të merret ratifikimi nga 27 parlamentet evropiane. Aty do të shikohet vërtet se si. Kështu që besoj se, siç e thash pak më përpara, pas konferencës së majit, është e pritshme që do të jetë hapja e kapitujve. Dhe hapja e kapitujve më tepër është e lidhur me parafrimin ligjor, pra me parafrimin e akuis komunitar. Po nga ana tjetër, nuk është vetëm mbyllja e këtyre apo parafrimi vetëm pjesa ligjore, se sa është përndjekja, po themi përndjekja e vazhdimësisë se si këto kapituj do të jetë deri në fund. E kuptoj. Arsilia, arsimi në fakt mbetet një sektor ku ndërkombëtarët e shikojnë me përpikmëri, duke përfshirë edhe rezultatet e PISA-s, të cilat fatkeqësisht ndoshta vit pas viti në nxjerrin me pikë më poshtë në renditje. Duhet parë mbyllja e kapitullit si një vlerësim për reformat, apo si një domosdoshmëri ose si një mundësi për t'ia dhënë arsimit shqiptar që të rritë cilësinë? Po patjetër, unë gjykoj që ka pasur një reformë e cila në termat e asaj që prodhoi praktikisht pati element pozitiv, patjetër që u bë një rritje e cilësisë, e kritereve të pranimit në universitete, e mesatarës së ngritur për po themi plotësimin e një kriteri të domosdoshëm për pjesëmarrjen. Ka pasur një reformë e cila vetvete bëri një mbyllje evazive në farë mënyre bërë një mbyllje totale të një veprimtarie evazive që bëjë me veprimtarinë në universitetet private në Shqipëri dhe standardizoi në një farë mënyre cilësinë e nivelit të mosimdhënies, pavarësisht me gjithë skepticizmin që trajtohet ajo në studio televizive apo në përgjithësi rëndom sa i takon nivelit të reformimit të politikbërjes në Shqipëri. Por patjetër që ka akoma anomali që duhet adresohen edhe problematika që duhet adresohen dhe gjykoj që në këtë pikë mbyllja këtyre 3 kapitujve, tanto me eksperiencat e mëparshme me vendet e tjera, si Romania, Kroacia e tjerë që u përmendën edhe në studio, në një farë mënyre fillimi i mbylljes së kapitujve fillon me kapituj të cilët nuk kanë kohë shumë të madhe të negocimit. Dhe po flasim për kërkimin shkencor, po flasim për arsimin dhe kulturën dhe nga ana tjetër për kapitullin e marrëdhënieve me jashtë, ishte kapitulli i parë që u hap në momentin që u bë dhe procesi i hapjes së kapitujve, tani më jemi në procesin tjetër të asaj të mbylljes së kapitujve. Kështu që flasim për kapituj që janë më lehtë të negociueshëm, kanë më pak punë përpara për të çuar tek ky standardi që kërkon Bashkimi Evropian, dhe patjetër është një shans për vendin tonë që deri në vitin tjetër të bëhet një punë shumë më e madhe qoftë në kuadrin e parafrimit të legislacionit, por edhe ndryshimet ligjore që janë parë dhe janë adresuar të paktën në dijenin time, për të adresuar në ligjin përkatës për arsimin e lartë, por jo vetëm, për arsimin edhe në përgjithësi. Adresimi i problematikave të kurikulës, adresimi i problematikave që kemi ne sot në shkolla, për shembull për mbështetjen sociale, për rolin e punonjësve sociale apo të rolit të psikologëve, për cilësinë e arsimimit në përgjithësi dhe trajnimit e mësuesve apo edhe të pedagogëve, për rritjen e konceptit dhe nocionit të ndërkombëtarizimit universitar që është shumë i rëndësishëm edhe lidhet me një punë të përditshme që unë bëj me nocionin dhe me procesin e Erasmus Plus, ndryshe të shpëndimit të studentëve dhe fasilitimin e ligjit të arsimit lartë në mënyrë të tillë që ne kemi mundësi të marrim akoma dhe më shumë studentë nga jashtë. Por ajo që është bërë shumë pozitive në këtë qasje ka qenë procesi i ndërkombëtarizimit universitar, gjë që e ka çuar Shqipërinë në një tjetër nivel. Unë shikoj një rritje, unë kam tashmë rreth 7 vite që merrem me procesin
ndërkombëtarizimit universitar dhe pjesës programet të shkëmbimit Erasmus+, që është një nga gjërat shumë familjare sa i takon fushës së arsimit që kërkon BE-ja, dhe tani më shumë e lehtë që studentët të marrin pjesë në universitete ndërkombëtare edhe të Bashkimit Evropian, po dhe ata të vinë tek ne se ta kenë të aksesueshme po themi pjesëmarrje në Shqipëri. Mbi të gjitha ka pasur edhe një ndryshim shumë të madh mentalitar edhe konceptual mbi atë që si funksionon Shqipëria dhe sa besim duhet kemi ne si student evropian apo si student për të shkuar edhe për të ndjekur një master apo një vit studimor në Shqipëri. Dhe mendoj që ka pasur ndryshime pozitive për imazhin e Shqipërisë dhe perceptimi se duhet themi që edhe procesi i integrimit vetvete është dhe çështje perceptimi. Siç është edhe për korrupsionin edhe për shumë elemente të tjera dhe Bashkimi Evropian i ka për survey. Kështu që gjykoj se është një mundësi shumë e mirë për Shqipërinë për ta marrë seriozisht edhe për të bërë hapa përpara aty ku kanë aty për të përmirësuar. Arsita, në gjykimin tënd me aq sa sheh si eksperte ndërkombëtare zhvillimeve në Shqipëri, zhvillimeve në Bashkimin Evropian dhe në të rësi gjeopolitikën, ke një parashikim, po themi në terma kohor, se kur mund të përfundoj mbyllja totale e grup kapitujve dhe për të shkuar pastaj në hapin tjetër? Po për Shqipërinë, domethënë ka një time frame në një farë mënyre për çdo vend dhe ka një planifikim për mbylljen e grup kapitujve për Shqipërinë deri në vitin 2027, pastaj ka një proces të antarësimit thuhet për malin e zi deri në 2028, por nga informacionet e mia dhe burimet e mia të miqve të mi që punojnë në instancat e Bashkimit Evropian, flitet që për Shqipërinë dhe Moldavinë ka një hap dhe në një farë mënyre një thasha them në ajë, një farë mënyre që mund ketë një spunto shumë pozitive për Shqipërinë dhe Moldavinë për të çuar përpara, pavarësisht se duhet të thënë që për Moldavinë dhe Hungarinë janë specifika tërësisht të tjera që duhet të negociohen në plan politik, sepse edhe situacioni nuk është i njëjtë siç është ai me Shqipërinë. Shqipëri sfida më e madhe është lufta ndaj korrupsionit dhe konsolidimi i shtetit të drejtës. Ndërsa në vende si Ukraina kemi të bëjmë me situata shumë komplekse të zgjidhjes së problematikave të luftës, çështje ekonomike dhe mbase vetë emergjencave civile që vinë dhe mbase për Bashkimin Evropian do janë shumë të kujdesshëm për procesin e hapjes. Në termat që BE-ja është e kujdesshme për të mos rriskuar unionin për hir të gjerimit. Më kupton pak a shumë kjo është strategjia, por për Shqipërinë flitet dhe është pozitive që mbyllja e procesit të paraprimit legjislacionit dhe procesit teknik të mbyllet deri në 2027. 2030 mendojnë që na gjen pjesë të Bashkimit Evropian? 4 vite janë. Po me vullnetin e mirë të përbashkët, duke parë edhe bën sensin politik që do të ketë së brendshme Shqipëria, situacioni politik, stabilitetin politik të brendshëm, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme. Duhet shikojmë edhe se si do të jetë pak a shumë situata politike në vend për të kuptuar, por gjykoj dhe e kemi gjithë mundësinë tani më është siç është thënë edhe në studiet televizive, është treni ynë dhe ne duhet ta kapim. Kështu që mendoj me bon sensin e gjitha palëve, por nga ana tjetër mbi të gjitha, me unanimitetin e vendeve anëtare dhe me bon sensin e tyre, ne do të arrijmë deri në 2030 të jemi pjesë e Unionit. Duke qenë se dhe disa minuta do të jesh me ne dhe ke angazhime, do të bëj edhe një pyetje tjetër dhe pastaj do jemi bashkë pas reklamave në vazhdim. Duket që po kalon Shqipëria një situatë për shkak edhe të protestave, ndoshta pak të tensionuar politike, protestat vazhdojnë, kërkohet rrëzimi i kryeministrit, largimit, janë ndikojnë zhvillime të tilla në perceptimin që kanë institucionet evropiane për vendin ton? Na penalizon kjo ne në këtë proces ku jemi? Do të thënë janë dy anë të medaljes. E para, vendet europiane në vetvete kanë shoqëri të cilat janë të bazuara tek reagueshmëria qytetare. Do të thënë nëse flasim për Francën, flasim për Gjermaninë, Franca mbi të gjitha që ka një, po themi, shoqëri të shpirtit të reagueshmërisë për çdo problematikë. Ne kemi parë madje edhe protesta të cilat mund kalojnë edhe të vëndshme për hir të drejtave qytetare dhe aty ku qytetarët e gjykojnë të ndryshme reagueshmërinë. Kështu që nga kjo anë dhe nga ky lloj perceptimi, mendoj që për Bashkimin Evropian protesta në vetvete nuk përbën një pengesë sa i takon procesit integrimi, sepse është reagueshmëria qytetare dhe është, po themi,
e drejta e çdo qytetari në shoqëri demokratike të reagojë aty ku ata i bëjnë të arsyeshme se po themi kërkojnë përmirësim, kërkojnë po themi ndryshim, hedhjen poshtë një ligji apo ndryshime ligjore apo në fund të ditës edhe pretendime të tjera të formacionit politik. Ajo që do të bënte problem, dhe është ana tjetër e medaljes, është nëse protesta do të bëheshe problematik për atë që thash pak më përpara, faktin dhe të rrezikojë pozitat e Shqipërisë sa i takon perceptimit të saj dhe ashtu si shihet Shqipëria në plan politik për të rrezikuar destabilizimin politik të vendit. Që do të thotë që mund të kalojë në akte të dhunshme, mund të kalojë në anarki, mund të kalojë në destabilitet politik, për hir të pretendimeve të mbase të grupacioneve të ndryshme që kërkojnë të marrin kredo apo pushtet për hir të një proteste që në thelb është qytetare. Kështu që deri në këto momente të reagimshmërisë qytetare nuk e gjykoj se kjo është një problem procesin e integrimit, por nëse kjo do të vazhdojë dhe do të përshkallëzojë, pastaj mund të riskojë pozitat e vendit edhe ato se si shihemi ne. E thash që çështja e perceptimit për vendin tonë ka ndryshuar ndjeshëm të paktën vitet e fundit dhe ne shikohemi si një vend i sigurt, shikohemi si një vend tani më ndërkombëtar, si një vend që pret me mijëra miliona turistë në çdo vit dhe nuk do donim që nuk të pikë për hir të egove apo pretendimeve politike të priçej e gjithë kjo amalgama. Që po, patjetër po punuar të drejtën e qytetarëve për të bërë ato që ata duan në planin e reagimit. E qartë. Faleminderit shumë Arseda. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithashtu. Mirë, vjojmë edhe disa minuta bashkë përpara reklamave. Dua ndalem pak ton tek politika e jashtme. Shqipëria ka një nivel të lartë për afrimi të politikës së jashtme dhe sigurisë me Bashkimin Evropian. Megjithatë, ekzistojnë ende çështje të cilat janë të hapura me fqinjet, diskutohet her pas here që e kemi apo jo, ose më saktë ka Greqia apo jo ligjin e luftës me ne, sfida të rëndësishme të sigurisë kibernetike. Këto element që unë përmend apo nëse ke të tjerë mund t'i shtosh, a ndikojnë në procesin e integrimit? Do ndikonin nëse do ishin çështje. Shqipëria ka shumë më shumë... Do ndikonin nëse do ishin çështje? Do ishin vërtet çështje. A nëse do t'ishin të hapur apo thua dhe problematike, e qartë? Shqipëria nuk ka probleme me fqinjet. Jo, kemi marrëdhënie të mirë. Kjo është arritje. Disa gjëra duhet të themi, nuk ka probleme me fqinjet. Edhe me Serbin ka një marrëdhënie normale do ta quaja, përveç tjerë. Nuk ka të çështje, por do doja ta lidhe pak dhe me protestën. Do ta lidhim edhe pastaj, se kam një pyetje edhe për protestën. Protesta, në fakt unë e shikoj si shprehje ndër të tjera, si shprehje e maturisë qytetare, e cila një pjesë e shoqërisë, jo gjitha, fakt po rritet dhe po i përafrohet atyre që quhen standarde europiane. Unë jam shumë i gëzuar që qytetarët, kryesisht shtresa e mesme, ngrihen zërin për çështje që ato gjykojnë të arsyeshme. Ky është standard europian. Standardi europian nuk është vetëm ekzistenca e një ligji, e një akti në ligjor apo një konferencë qeveritare, është dhe kjo. Ky është standard. Si e shikon këtë pjesë, Irisa? Pra, sa i takon çështjeve siguria kibernetike, për shembull, në vendin tonë, para pak vitesh të gjitha të dhënat tona u ekspozuan. E njëjta gjë ndodhi këtë vit me të dhënat edhe me emailët, komunikimin e brendshëm të kuvendit. Sa na cënon kjo pjesë? Atëherë, besoj se një ndër arsyet kryesore pse kapitulli i marrëdhënieve me jashtë i Shqipërisë është hapur dhe është ndër ato që ka qenë ndër më pozitivet dhe më prioritarit, besoj është sepse Shqipëria dhe patjetër dhe Kosova, po në këtë rast Shqipëria, është ndër vendet më pro-europiane dhe pro-amerikane, le të themi, do duhet ta themi, në lajnë të drejt për drejt me të gjitha besimet dhe vlerat europiane dhe euroatlantike, po themi. Dhe për këtë arsye, besoj se kjo është një ndër arsyet themelore dhe më kryesore, se ky kapitull ka qenë i pa diskutueshëm për Shqipërinë.
Patjetër që çështjet, siç e tha edhe zotëria, patjetër që çështjet mund të jenë në një pikë të caktuar të hapura, por nuk janë problematike sa për të ndikuar në ecurinë e Shqipërisë dhe në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Lidhur me protestën, pa diskutim, thjesht do doja që të mbështesja dhe mendimin e zotërisë gjithashtu, se absolutisht mendoj se në fund fare standardi evropian është si fillim për qytetarët shqiptar. Dhe duke patur mundësinë dhe hapësirën për të protestuar për të drejtat e tyre, ky është fiks Europa që po vjen në Shqipëri. Kështu që në gjykimin tim, qytetarët shqiptarë kanë kaluar, po themi, testin e integrimit. Qëndron në dorën e institucioneve dhe të qeverive që janë apo që do të vinë, në mënyrë që t'i dërgojnë ata aty ku duhet. Shumë mirë. Do të shkojmë në reklama, do vim përsëri në të njëjtën temë. Mirë, po flasim për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për standardet në fakt, se ne hera herës themi që, duam të antarësojmë Bashkimin Evropian dhe të jemi si ata, por sikurse dhe Antoni e tha që brenda e Europës ka dhe 27, po themi mini Europat vogla që secili shtet ka standardin e vet. Shpesh dëgjohet që, Anton, po e filloj me ty, që nëse përparimi i Shqipërisë është rezultati i reformave të brendshme apo i një konteksti gjeopolitik sikurse e përmendëm, sot që flasim, cili faktor mendon që ka peshën më të madhe? Pra, është puna jonë e qeverive që kanë udhëhequr vendin dhe e kanë çuar deri në këtë pikë, e qytetarëve, e curisë, edhe shqiptarët e diasporës kanë pjesën e vetë rëndësishme në këtë drejtim, apo është ne i duhemi Evropës? Janë një sër faktorësh. Nuk mund mohohet puna që është bërë. Nuk mund të jemi një listë. Nga ana tjetër, për mendimin tim, edhe faktori gjeopolitik është jo pak i rëndësishëm. Ishte e njëjta Evropë përpara 5 vitesh dhe është e njëjta Evropë sot. Dhe në të njëjtën kohë nuk është e njëjta Evropë sot, siç ka qenë përpara 5 vitesh. Shumë gjëra kanë ndryshuar. Ka dhe një variabël që mund ndryshojë, ne sot jemi në situatën më optimiste të mundshme, por nëse duan të vërtet të analizojmë gjërat, ka dhe dy variabël në fakt që nëse ndodhin mund na vënë dhe shkopin në rrota. Imagjino sikur për një arsye ose një tjetër, në zgjedhjet e ardhshme franceze fiton partia e Le Penit, kandidati për disa arsye, mbas 2 vitesh fiton AFD-ja, e cila ka rritje eksponenciale në Gjermani. Ekstremi djathtë. Ekstremi djathtë. Kemi në 2 shtetet kryesore europiane, 2 forca të djathta, të cilat ndër gjërat e para që do godasin është zgjerimi i BE-s dhe ndërprerja e fondeve për shtresën sociale, për ndihma sociale. Dihet ka ndodhur kudo. Mund ndodhi edhe kjo. Dhe atëherë na bie poshtë e gjithë narrativa që Evropa ka standarde, Evropa është e bukur, Evropa na don, jemi gati etj. Jo, janë dhe këto faktorë, por nuk janë të vetmit. Megjithatë, a do të kishte ecur me të njëjtin ritëm i risa procesi i integrimit të Bashkimit Evropian me këto shtete që flasim, nëse vetë Evropa nuk do të përballej me ato që ndodhi në 22-23 shkurt para 4 viteve kur Rusia sulmoi Ukrainën? Patjetër që besoj se ajo ndodhi për Europën ka qenë një ndër faktorët kryesorë që ka bërë që Europa të mos zgjohet më si më përpara. Përveç asaj, mendoj se ka qenë një fokus shumë i rëndësishëm, edhe një arsye shumë e rëndësishme gjithashtu dhe periudha e Covidit. Pra këto të dyja, që do të thotë aspekti ekonomik dhe aspekti politik dhe gjeopolitik i Europës, besoj se e ka ndryshuar atë dhe nuk do të jetë më asnjëherë siç ka qenë më përpara. Pa diskutim që ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe në arenën gjeopolitike, Bashkimi Evropian, sidomos edhe me lëvizjet e ndryshme dhe me zgjedhjet që janë bërë qoftë edhe në Amerikë, Bashkimi Evropian ka kuptuar që do duhet që të përmbledh forcat e veta dhe të shikojë se ku është si fuqi globale në arenën gjeopolitike. Pra nuk mund të mbështetet as nga një anë, as nga një anë tjetër, por të mbledh forcat e veta. Dhe duhet pasur parasysh edhe aspekti ekonomik i gjës, që gjithashtu ka ndikuar. Dhe thënë të gjitha këto çfarë diskutuam, besoj se kjo e bën shumë të rëndësishme kapacitetin institucional dhe akoma më shumë të rëndësishme rolin politik dhe ndikimin politik që ka absolutisht dhe qeveria aktuale, po dhe çdo qeveri që do të jetë në Shqipëri në raport me ecurinë e procesit të negociatave. Pra, Bashkimi Evropian në shumë e vërtet çfarë tha dhe kolegu pak më përpara që Bashkimi Evropian mund të ketë ndryshime.
Kjo është ajo çfarë bën të veçantë Bashkimin Evropian dhe për Shqipërinë është gjithmonë më mirë sepse krijon standarde. Por se sa mirë është, do duhet që ta shikojmë. Dhe nga ana tjetër, aq sa siguri mund të na japi Bashkimi Evropian si vend, si të tërë Ballkanit Perëndimor, nga ana tjetër edhe të gjitha këto lëvizje politike, qoftë edhe brenda shteteve, është një konglomerat i madh qoftë kulturash, qoftë institucionesh, dhe patjetër që kjo do duhet dhe të sjellë pa diskutim një gatishmëri të Shqipërisë pavarësisht se kush është në pushtet apo kush do të vinë në njërin shtet apo në tjetrin. Pra, besoj se është e gjitha puna e institucioneve shqiptare dhe patjetër qeverisë shqiptare dhe vullnetit politik të brendshëm dhe pa diskutim më pas edhe në BE. Por nuk mund të rrim të varur nga kush do të jetë në krye të BE-s, qoftë institucioneve apo qoftë edhe shteteve. E qartë. Megjithatë, dua të kuptoj për çfarë arsye her pas here Franca kryesisht, Gjermania, Holanda, më kujtoni nëse ka shtet tjetër, kanë qenë shumë skeptik në raport me ecurinë tonë. Kanë qenë skeptik në përgjithësi për vetë procesin e zgjerimit. Domthonë, pikpyetja ka qenë, ja vlen të zgjerohemi? Ja vlen zgjerohemi? Pesha financiare që ka zgjerimi i BE-s me malin e zi, 600.000 banor me Shqipërinë, 2 milion banor është shumë e vogël. Nuk është që do ta penalizoj fort për buxhetin e BE-s, por nga ana tjetër nuk është e njëjta gjë nëse diskutojmë për Ukrainën pastaj. Pse? Sepse Ukraina ka sipërfaqe shumë më të madhe, efekti i asaj në politikat e bujqësisë të Bashkimit Evropian do ishte shkatërrues për një pjesë jo të vogël të agrikulturës europiane, fushat prodhimi në Ukrainës pafund. Tepër të grurit. Është një nga furnizueset më të mëdha në botë të grurit, po, është e vërtet. Por nga ana tjetër e përdorin shpeshherë dhe çështjen e zgjerimit për argumenta në diskutimet e tyre, në debatet e tyre të brendshme politike. Pra krahu i djathtë që thotë jo, nuk i duam më këta, krahu i majtë që është më i hapur ndaj procesit zgjerimit, pa e përdorin dhe për debatet e tyre politike. Është okay. Kjo është loja, ne duhet ta kuptojmë, nuk kemi edhe çfarë t'i bëjmë funditës. Në fakt, eurodeputetë ndryshëm kanë vizituar Tiranën edhe kanë shprehur qëndrime në lidhje me situatën politike, duke ardhur pak edhe tek aktualiteti. Ju kërkoj ndjes. Sa ndikojnë këto mesazhe në procesin e integrimit dhe në raportet që, po themi, vendos Shqipëria, direkt ose indirekt, me institucionet evropiane? Duhet patur parasysh që ardhja e deputetëve të Bashkimit të Parlamentit Evropian besoj se është një mesazh, po themi, pozitiv për Shqipërinë dhe për faktin që Bashkimi Evropian e ka vëmendjen tek Shqipëria. Po nga ana tjetër, raste sporadike të ardhjes së tyre në vetvete nuk tregojnë diçka se sa tregon, po themi, siç e tha dhe kolegu më përpara, një lloj mbështetje të caktuar apo qoftë edhe interesa të ngushtë, qoftë edhe politik edhe të përkohshëm. Po thuaj që ata shprehin vetëm qëndrimet e tyre dhe jo domosdoshmërisht qëndrimet e Unionit? Besoj se po, sepse ama titulli dhe emri që ata kanë, momentin që vinë në Shqipëri, përfaqësojnë shumë. Për Shqipërinë dhe thotë për më shumë. tepër në Shqipëri blihet shumë më shumë se sa një deputet i thjesht i një parlamenti tjetër. Vërtet është e vërtet. Si e shikonin tonë këtë pjesë? Parlamenti Evropian ka një 600 mos gaboj deputet, kanë ardhur 4. Dhe vetë pesha e Parlamentit Evropian qoftë dhe në raport me politikën shqiptare është e vogël. Parlamenti Evropian bën rezoluta, bën atë që duhet bëjë një parlament, edhe eurodeputetët që kanë ardhur 5-6 kanë qenë, kanë shprehur qëndrimet e tyre, më falenderoj goxha personalisht. Këtë duhet ta lidh me faktin që gjithë procesi i zgjerimit, në fakt është një proces ku presioni është ai që e çon përpara gjithë gjën. Presioni që i duhet ushtruar shtetit që pretendon të antarësohet? Presioni që i duhet ushtruar shtetit, po dhe shoqërisë nga qendra të ndryshme interesi. Ky mund të jetë komisioni, ky mund të jetë parlamenti, ky mund të jetë shoqëria civile, ky mund të jetë grupime politike europiane. Dhe nëse këto presione vinë nga 2, 3, 4 apo 40 eurodeputet, nuk ka asgjë të keq janë, mos e të mirëpritura. Kuptohemi, mos i japim, siç e tha dhe bashkëfolësja, mos i japim dhe një super vlerë kaq të madhe dhe Parlamentit Evropian, ka peshën e vet, po është një parlament ku sa deputet kanë shprehur qëndrimin e tyre.
Pas mbylljes së këtyre kapitujve, cilët janë ata që pritet të jenë më sfiduesit për Shqipërinë dhe pse konsiderohen të vështirë? Në fakt, doja ta lidhja edhe me atë çfarë po diskutonim më përpara. Unë mendoj se një ndër arsyet pse po themi vendet e rëndësishme të Bashkimit Evropian si Franca apo Gjermania janë skeptik ose mund të kenë qenë skeptik për Shqipëri, ka qenë pikërisht këto kapituj kryesor. Që domethënë mendoj se grup kapitujt e fundamentals janë shumë të rëndësishme për më tepër 23 dhe 24. Dhe edhe Bashkimi Evropian, edhe Komisionera për zgjerimin Marta Kos gjatë gjithë kohës e ka dhënë shumë fokusin, sidomos në institucionin që ka më tepër besueshmëri sot në Shqipëri, që është SPAK-u. Që do thot fokusi i tyre është tek drejtësia dhe tek ligji dhe tek gjyqësori. Për këtë arsye, besoj se kjo ka qenë një ndër arsyet pse vendet kanë qenë pak skeptike, por në të njëjtën kohë besoj se këto do jenë ato që do të na marrin më tepër kohë. Pastaj, në rast se kjo është një dritare që është e hapur dhe ne duhet të jemi aty për ta kapur mundësinë, do të jetë në të mirën tonë dhe do të vinë rrethanat në një mënyrë të tillë që ne do të jemi pjesë e BE-s. Se sa këto standarde do të plotësohen, do duhet ta shikojmë në fund. Pra, përgjatë ecurisë, Bashkimi Evropian ka shumë burokraci. Ka shumë burokraci që janë të nevojshme, janë domosdoshme dhe ndonjëherë janë edhe pak të vështira, që nuk është diçka që bëhet nga sot për nesër. Pra, ka rreth 10 vite që ne po arrim në këtë pikë. Dhe pa diskutim që është një proces i domosdoshëm për të bërë. Është bërë punë, por në të njëjtën kohë vendimet kryesore në fund fare do të mbeten tek kapitujt kryesor që hapen të parët dhe mbyllen të fundit. Dhe aty tregon në të vërtetë se sa Shqipëria jo vetëm ka arritur destinacionin e thjesht hapjes së kapitujve, por në fakt ka treguar që ka një demokraci funksionale që është gati për të futur në një bashkim shtetesh ku standardi i demokracisë i shtetit të së drejtës është në ato nivele. Si është, nëse bëjmë një krahasim dhe një lloj historiku po themi, si kanë qenë shtetet e tjera në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian në raport me ne? Duke mos përmendur Greqinë, për të mos rënë në përsëritje Bullgarinë apo Rumaninë, të tjerat si kanë qenë në tonë? Kanë pasur kështu grup kapituj të vështirë, sikurse kemi ne, për shembull, korrupsionin, drejtësinë, çështjen e sigurisë ushqimore, besoj duhet të jetë një ndër kapitujt e rëndësishëm. Sigurisht i kanë patur. I kanë patur. Çështja është sa shumë i është ushtruar presion vendeve kandidate, atyre vendeve kandidate, që të arrin një nivel saktuar, standardesh, përpara se të hynë. Kjo është një qasje. Qasja tjetër ka qenë, okej, ju filloni punën, antarësoni, dhe këto standarde ne arrim gjatë rrugës. Po pse nuk e bënte me ne kështu? E po se, shiko, dalim prapë ke vlera që ka zgjerimi. Zgjerimi në vitet 2000, kur perëndimi ishe në kulmin e saj, kur nuk u diskuton të vlera absolute perëndimit, antarësimi ishte një must. Tashi kur, e thënë gjurë më popullore, perëndimit po i bien puplat. Po. Po kjo është mëse vërtet, kur BE-ja para në janar ishte gati për të dërguar trupa në Groenland përkundrejt trupave të dërguar nga Amerika, pra e kupton ku arrim, NATO do luftoj Evropa me Amerikën për Groenland. Kur ndërkohë janë të dyja pjesët të njëjtës aleance. Është vetë koncepti perëndimit. Me bjerrjen e konceptit perëndimit dhe për bot edhe procesi aksesionit dhe për më tepër jo vetëm bjerrjen e konceptit, po dhe rënien e fuqisë industriale të BE-s dhe të perëndimit, procesi aksesionit është konsiderohet sidomos nga krahu i djathtë si një apendicit që duhet tegjur, nuk na duhet, nuk na intereson kjo. Rrezikojmë ne që të humbasim ritmin në përmbushjen e të gjitha kritereve të vendosura nga Bashkimi Evropian? Unë besoj se në kapacitetin ligjor dhe në pjesën e parafrimit ligjor, besoj se nuk do të ketë ndonjë problematik shumë të theksuar, sepse është një proces standard i cili është duke u plotësuar, është plotësuar nga shumë vende të tjera, pra nuk është diçka është e rëndësishme, por nuk është shumë e madhe, po themi. Unë besoj se gjithmonë fokusi do të jetë patjetër tek, siç e thash, 2 kapitujt kryesor, të cilët do të jenë absolutisht vendimtar për Shqipërinë dhe për ecurinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku besoj se një rëndësi shumë të madhe do të kenë edhe shtetet anëtare, jo vetëm institucionet të BE-s, ku do të jenë ato që mund të vendosin veton për Shqipërinë. Pra këtë nuk e shoh si diçka të pamundur, por me shpresën e vullnetit politik edhe momentit ku jemi ne sot, është diçka që ndoshta do të kalohet, por besoj se ajo do të jetë pjesa më e rëndësishme. Pse ekziston mundësia që të marrim veto nga ndonjë shtet?
antar? Po, para 4-5 vitesh kishim një presion jo të vogël nga Franca. Fiton ai krau të djathtë në Francë, mbas një viti, ndodhi, fiton dhe AFD-ja në Gjermani, supozojmë, pra këto janë dy variablet. E kuptoj. Nëse ndodh, ja mund të japin veto. Po edhe mundet. Po në momentin që ne marrim, për ata që na ndjekin, që ne marrim veto nga 2 shtete, po themi, ne penalizohemi, çfarë ndodh me ne? Çfarë ndodh, po themi, me rrugën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Do presim. Do vazhdojmë të esim nga dalë. Është nevojshëm unanimiteti, domethënë. Duhet të jenë të 27 dakord, në të kundërtën e do presim, apo rikthehemi në ndonjë pikë më përpara? Jo, nuk rikthesh, po ngel aty ku je. Kjo është pika e fortë, po njëkohësisht dhe dobët e vetë strukturës BE-s, e cila është vërtet sui generis, domethënë nuk është as shtet federal, nuk është as Commonwealth, është diçka që nuk ka ekzistuar ndonjëherë. Duhet të jenë 27 dakord që bën sens. Mënyrë që të merret një vendim i caktuar, edhe pse Merci, kancelari i Gjermanisë, ka propozuar një reformë të vendimarrjes europiane, për mua bën shumë sens, se përndryshe kjo makinë burokratike që është gjatë ngadalt, bëhet akoma më ngadalt nëse Gjermania duhet presi dhe miratimin e Malizzi me 600.000 banor për të marrë vendime për të ardhmen e BE-s. Pra, sekond, sa vendime duhet marrin ato që paguajnë më shumë. Bën dhe sens logjika. Unë shpresoj shumë që të reformohet. Sepse nga ana tjetër ne shikojmë Shqipërinë dhe Malin e Zit, tash jemi në momentum goxha të mirë, por jam komplet kundër faktit që lihet një vrim e zezë me Bosnjën, me Serbinë, me Kosovën dhe me Maqedoninë e Veriut, cilat nuk duhet të jenë vrimat zeza. Cili do të jetë përfitimi i parë i prekshëm për ne qytetarët shqiptar në momentin që u mbyllën negociatat dhe jemi shumë pranë antarësimit në Bashkimin Evropian? Në fakt, për që në sinqert, mendoj se një farë mënyrë është pak abstrakte për të thënë, sepse përfitimin e parë të prekshëm nuk është se do të mund të ndjejmë që ditën tjetër që do zgjohemi në Bashkimin Evropian. Por besoj se do të ketë një lehtësim të jetës së qytetarëve, duke nisur që kanë standardet të gjitha aspekteve, sidomos të institucionave pa tjetër. Pra, një administratë që është e papolitizuar, po themi, zgjedhjet që janë të lira dhe të ndershme. Dhe gjithçka tjetër, të cilat janë shumë bazike dhe deri tani në Shqipëri kanë patur gjithmonë problematikat e tyre. Unë besoj se institucionet do të fillojë të ndihet pak nga pak, por ndryshimi do të jetë rrënjësor. Dhe për këtë ndryshim besoj se ne kemi vuajtur, pra për ndryshim rrënjësor, sepse në duke dhe në pamje, pjesa ligjore dhe pjesa e arritjeve gjithmonë është shitur ndoshta më shumë se ç'duhet në syrin tim. Por ajo çfarë ka qenë thelbësore, gjithmonë ka mbetur diku në një cep, po themi, dhe pak në errësirë. Kështu që besoj se Bashkimi Evropian është rasti dhe është momenti ku në këto vite, përgjatë kësaj kohe, do të kuptohet se në të vërtetë është bërë ndryshimi apo ka qenë thjesht në dukje. Me antarësi, patjetër, po. Po, shumë e vërtet, mendoj se zgjedhjet, sidomos me këtë leadership, me këtë peisazh politik që kemi, do vazhdojnë të jenë problematike, por do e thoj edhe dy gjëra që nuk më duken sikur janë fort pozitive, të nesërmen, ose nesërmen në thonjë sa e hyrjes në BE, numri shqiptarëve që do t'ikin do jetë akoma më i madh. Sa po më dojgje pyetjen që do të bëja? Po tjetër është, do rritet dhe çmimi i çdo gjëje. Si do, përpara se shkojmë të rritja e çmimit, mendon që në momentin që ne do antarësohemi në Bashkimin Evropian do ketë një ikje masive të qytetarëve, duke qenë se kanë pasaportën dhe mund të regjistrojnë, të jetojnë dhe të punojnë ku të munden? Masive nuk e di, po do ketë ikje. Do ketë ikje. Në momentin, marrim ju, jeni prezantuese në televizion, të nesërmen në hyrjes BE, mund shkoni në Spanjë dhe të prezantoni Spanjë. Po duhet të dish ju. Kjo është tjetër është teknikë. Ra kjo mundësi. Supozojmë që jeni atje. Kështu që ose një person i cili bën ekonomistin po themi. Bën mobiljet. Okej. Ka licencë shqiptare, ky person mund shkojë të bëjë mobilje në Gjermani. Dhe ja ku iku ky me 4 punëtor. E qartë, e kuptoj. Unë mendoj se të mos paturit një stabilitet në vendin tonë, mendoj se si shoqëri na ka bërë pak eksperimental. Pra, në këtë kuptim, ndoshta unë deri më sot ende nuk e kam menduar që ti këtë jetoj jashtë. Por në rastin që do të jetë mundësia,
mund të kem hapësirën ndoshta për ta provuar një periudhë dhe për të kthyer. Dhe mendoj se pa diskutim ne jemi një popull që kemi emigruar shumë dhe shumicën e rasteve jo prej dëshirës. Besoj se në momentin që do na jepet mundësia dhe dëshira, mendoj se do të ketë një lëvizje shumë të madhe të popullsisë, por jam shpresë plot se në momentin që do të kemi gjithashtu duhet theksuar që jemi dhe shumë atletar, kështu që besoj se do ketë një lëvizje, por do të kthehemi. Besoj se po, në rast se jetojmë me dignitet në vendin tonë, nuk kemi asnjë arsye për të lëvizur përveç se për eksperienca të reja, por në fund fare investimin qoftë personal, qoftë profesional është e mira që të japin vendin tonë. Po çmimet pse mendojnë që do rriten në tonë, edhe në çmimet po thua në të gjitha drejtimet, ushqimet? Besoj në të gjitha drejtimet, sepse është precedent, ka ndodhur kudo. Domethënë shiko Bullgarinë, rritën, shiko... Kjo do ndodhë nëse ne vendosim të kemi monedën euro që në fillim, sepse e pati Greqia në mos gaboj këtë, nga kur kaloi nga moneda drachmi në euro, i ndodhi kjo gjë, kurse Bullgaria si vjet ka ndryshuar, më duket, levën, të njëjtën gjë dhe Rumania ndryshoi lejin. Do të ndodhi rritje çmimeve dhe pa hyrë në eurozonë. Pra edhe nëse ne vazhdojmë dhe përdorim monedën lek, do të kemi rritje çmimesh. Ka mendim se po. Po pse, nga se ndikohet kjo? Inflacion, si në gjithë botën. Inflacioni. Në gjithë botën. Në gjithë botën njerëzit mund të marrin më shumë, po çdo lloj produkti është rritur. Kur futemi në Bashkimin Evropian, pyetja e fundit, kur mendoni ju se ne do jemi antar të themet drejtat plota, apo të jemi antar? Si të jemi antar? Unë them, ka goxha mundësi që brenda 2030-s. Brenda 2030-s, kur e shikoni Risa? Unë në përgjithësi jam pozitive si natyrë, preferoj të mendoj në 2030-ën, por realiteti është pak më i vështirë se sa thjesht për ta menduar pozitivisht, kështu që unë shpresoj shumë që në 2030-ën për qytetarët shqiptarë si fillim. Pas të shohim. Dhe një ripërsëris duhet ndjekim ç'a ndodh në Francë, ç'a ndodh në Gjermani. Janë shumë të rëndësishme në fakt. I referohesh situatës politike, zgjedhjeve të tyre. Po të shpresojmë që të jetë në favorin tonë. Faleminderit Anton. Irisa, faleminderit shumë. Ne kemi mbritur në fund të kësaj pjese, do të kthehemi pas pak, do të flasim për trashëgiminë kulturore orientale dhe islame në vendin tonë.